java nisi me një lajm të trisht për politikën shqiptare. Ish kryeministri Fatos Nano ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore pas një arresti kardiorespirator, ndërsa prej më shumë se një jave është i shtruar në spital. Në Tiranë u zhvillua konferenca 30 vite partneritet dhe progres. Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, me pjesëmarrjen e deputetëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve kyçe në vendin tonë. Diskutimet u përqendruan në reformën në drejtësi dhe në reformën zgjedhore. Kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e Komisionit të Venecias në reformat kryesore të vendit. Ndërsa kreu i KQZ-s, Ilirian Celibashi, kërkoi që Komisioni Zgjedhor të mos jetë më instanca që merret me hetimet zgjedhore, por sipas tij mund të jetë gjykata e apelit ose gjykata e lartë. Në Londër u mbajt samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria u përfaqësua nga kryeministri Rama. Ai u takua me mbretin Charles III, kryeministrin britanik Starmer dhe kancelarin gjerman Merz. Nga samiti u vendos që Britania të mbyll rrugën me Ballkanin Perëndimor, duke sankcionuar bandat e emigrimit të paligjshëm të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Këtë javë, OSBE ODIHR publikoi raportin përfundimtar për zgjedhjet e 11 majit, ku u vlerësua se procesi ishte konkurrues, por i zhvilluar në një mjedis të polarizuar politikisht dhe me kushte të pabarabarta. Raporti theksoi menaxhimin e mirë të votimit nga jashtë, por edhe presionin ndaj votuesve. Përpos vlerësimeve pozitive, u raportua dhe përfshirja e administratës publike në zgjedhje. Menjëherë pas publikimit të raportit, Sali Berisha e cilësoi atë si provë të farsës elektorale. Në 33 vite, ky raporti më damkosës i farsës elektorale të Edi Ramës. Në faqet tëra rrjeshtohen e gjithë batërdia zgjedhore, jo në një apo dy rrethe, por në shumicën e qarqeve të Shqipërisë. Rama zhvilloi gjithashtu një takim me kryebashkiakët për paketën e maleve, ku kritikoi kryebashkiakun e Shkodrës, Kuçovës dhe Kukësit. Ai kërkoi dorëzimin e hartave të investimeve lokale, që nuk janë dorëzuar ende nga drejtuesit lokal. PSD arritën dakordsi për përbërjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Pjesë e këtij komisioni do të jetë Partia e Tomdoshit dhe Partia e Agron Shehajt me të drejtë vote, ndërsa Partia e Arlind Shorit dhe Adriatik Lapajt do të kenë vetëm të drejtë propozimi. Të shtunën Rama mori pjesë në forumin ndërkombëtar Berlin Global Dialogue, së bashku me ministren Djella, e cila deklaroi se planifikoi të bëjë revolucion në qeveri, përmes ekipeve të trajnuara kundër krizave dhe korrupsionit. Në fund të javës, sipas burimeve jo zyrtare në media, u njoftua se zëvendës kryeministra Belinda Balluku është thirrur në SPAK. Rama u pyet në lidhje me këtë pretendim, i cili deklaroi se drejtësia ka punën e vet. Ndërkohë që SPAK nuk ka dhënë ende asnjë njoftim zyrtar për këtë çështje. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme na ndiqni në zëri.al.